Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për situatën e sigurisë të ndërthurur me patjetër, edhe nuk ka rrugë tjetër, me politikën, me atë që po ndodh në Ballkan, në Europë, por edhe me gjë në gjeopolitik. Do të trajtojmë këtë çështje me zotin Arjan Gaxhelli, njohës mjaft i mirë këtyre çështjeve të sigurisë, i cili do t'i shikoj si gjithmonë një tjetër kënd vështrim, pasi është njohës mjaft i mirë edhe i zhvillimeve përtej oqeanit dhe Shtetet e Bashkuara, ku ka përfunduar studimet ushtarake, por edhe ekspertizën më të mirë europiane nga Universiteti i Bëniut, por dhe trajnime dhe konferenca të shumta që ka marrë pjesë dhe ka drejtuar në fushën e sigurisë dhe jo vetëm. Zoti Gaxhelli, përshëndetje, faleminderit edhe një herë për kohën. Përshëndetje zotri Bolla, gjithmonë kënaqësi të jem pranë profesionistëve si qeni ju. Më lejoni të lutem nëpërmes ju të përshëndes gjithë shqiptarët të cilët interes kanë shtetin. Faleminderit. Do ta nisim përpara me diçka të përgjithshme që po ndodh në hapësirën tonë me stërvitjen ushtarake Defender Europe 2025. Ku jo vetëm Shqipëria, por është edhe Kosova pjesë. Mesazhi, qëllimi, strategjia, pra, por edhe skenarët e mundshëm, sepse edhe rrugët nga Ballkani për ku të çojnë. Po, zotri Bolla, siç e dini ju, në qeverinë e cila ishte legjitime dikur Defender më herët, 24, ishte anuluar. Tani nuk kemi qeveri legjitime, ajo nuk ekziston. Domethënë shtyllën për një ndër 4 shtyllat të cilat paraprakisht kemi folur në para 2 ditësh në intervistën tuaj për bëmja e shtetit bazë 4 shtyllave. Tani një prej tyre nuk kemi, do të thotë, qeveri legjitime. Dhe sipas kësaj që s'kemi qeveri legjitime, nuk do të thotë që aleatët tonë, apo më mirë po të thënë saktësisht, pikërisht për krahasim nga qeveria që ishte, madje po funksionon, do të thotë, aleanca po funksionon më mirë pa qeverinë. Fatkeqësisht. Diçka tjetër për shtuar te kjo, se përveç stërvitjes e mesazhit normalisht për Rusinë dhe satelitet e saj Serbinë në Ballkan, janë dhe rrugët e komunikimit, pra nga mund shkohet për në lindje, përveç se nga Artiku ku ka nisur faza e parë e Defender Europe 2025, rrugët janë dhe përmes Ballkanit. Po sigurisht kemi thënë intervistën e kaluar zotri Bolla se Defender 25 e ka për qëllim bashkëkoordinimin në forcave tona të sigurisë, siç është FSK-ja e Kosovës, bashkëkoordinim me NATO-n, edhe pse jashtë aminit, si thot populli, jashtë aminit të qeverisë, sepse ajo është inexistente në ditët e sotme. Gjithashtu kemi sa mujta me pa një lajm se forcat ushtarake serbe janë të interesuara të bëjnë një falloj kërcënimi karshi Kosovës. Dhe për temi te kjo do ta vazhdojmë fillimt edhe tek maqedonci, besoj do dini, tek ministri. Po, tani është ne para 2 ditë. Po ne diskutuam edhe në bisedën e fundit këtë. Zotri Bolla, ne jemi do të thotë para kohës. Po, nisur nga kjo do bëjte një ballafaqim të atyre që ju atë që po ndodh tani, kur në bisedën e fundit që kemi zhvilluar, ju keni thënë tekstualisht që do mjaftonte vetëm një akt për të nisur, për të hapur rrugë më pas shpërthimit të një konflikti, ndërkohë që Ministri Maqedonci deklaroi pra bërmën e dieshme që 70% e kapaciteteve ushtarake të Serbisë janë në kufi me Kosovën. Po, atë kemi thënë, edhe ne e dim, zotri Bolla, sepse në ushtri kur je para kohës, do të thotë je në kohë. Kur je në kohë, je vonë, kur je vonë s'ke qenë aty fare. Kështu është matet koha nga siguria, nga perspektiva sigurisë. Dhe andej me intervistët tuaja, zotri Bolla, unë i ftoj gjithë të tjerët të cilët na përcjellin, ata që janë profesionistë, të vinë dhe të ballafaqohen, qoftë edhe nëse unë kam gabuar gjatë shumë intervistave që i kemi pas bashkë. Kjo është do të thotë një challenge e hapur për të gjithë profesionistët e sigurisë
që të vinë dhe të përballen dhe të thojnë diçka në intervistat që unë kam thënë edhe nuk është dalë më vonë. Saktësisht kam thënë edhe atë, tani aktet terroriste janë indikator një konfliktit mes armatosur të hapur mes Serbisë dhe Kosovës. Kjo mund të ndodhë nëse Serbia nuk është interesuar që të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Dhe këto kërcënime i shohim tani sigurisht gjithashtu shfrytëzohen që Serbia të arrijë qëllimet e saj në antarësimin evropian, edhe nëse nuk është kundër për të antarësuar. Një ndër qëllimet kryesore të Serbisë në antarësimin evropian është që të ngrit interesin dhe influencën ruse brenda Evropës. Tani ne kemi thënë se nëse ndodh një konflikt i armatosur mes dy shteteve këtu tek ne, Rusia dhe Kina shohin oportunizëm që të vendosin trupat ushtarake të saj në Serbi në emër të asaj që quhet për të vendosur paqe. Edhe këtë e kemi thënë. Tani të shohim se do të rrjedhin gjanat, fatkeqësisht ne në Kosovë nuk po arrim të krijojmë qeverinë legjitime e cila është shtyllë përbërëse e shtetit dhe de juro ne jemi shtet në mangësi tani. Edhe pse nuk pranohem në Kombet e Bashkuara si shtet, ne de facto dhe de juro për ato shtete që kemi ekzistuar, edhe de facto dhe de juro për gjitha shtetet që na kanë njohur, ne kemi ekzistuar. Tani me pa qeveri, pa krijuar qeveri legjitime, nuk mund të ekzistosh de juro as për shtetet të cilat ty të kanë pranuar si shtet. Do thotë kjo është problem shumë serioz. Ju këtë e keni ngritur në bisedën e fundit dhe tekstualisht më keni thënë mua dhe publikut përmes këtij kanali që në mungesë të qeverisë aleatët nuk kanë va bën të vështirë dhe të pamundur, va pamundson komunikimin dhe hap rrugën për armiqt. Ndërkohë që sot deklaroi ambasadori i Bashkimit Evropian tekstualisht të gjë që krijoni qeverinë se nuk kemi me këtë flasim. Saktësisht ishte ky rode që deklaroi kështu dhe tha, shtoj me tutje atë që ne kemi thënë se partitë politike, egot e politikanëve po vendosin interesin e tyre personal para shtetit dhe rode bëni kërkesën sot që vendosni interesin e shtetit para atyre që para egos apo unit që ne jemi shku deri në nivelin duke përshkruar sipas Freudit egoja i majmunit. Dhe tani këto po dalin, kush na vërteton tjetër? Clark ishte ai i cili ishte prononcuar nga NATO se jo serioziteti për të krijuar institucionet legjitime në Kosovë, do thotë pamundson koordinimin, bashkëpunimin dhe legjitimin e shtetit të Republikës së Kosovës për të arritur marrëveshje në aspektin ndërkombëtar apo për të qëndruar si shtet de facto de jure për ato shtete të cilat na kanë njohur. Dëmi i Republikës së Kosovës është faktik. Tani më vjen keq mu pse po ndalin fjalë që pi them, por nuk muj mja boj qefin kërkuj zotëri Balla se çka do në ndëgju dhe për të manipulu, për të ngritur egon time apo dëshirën të tjerëve për të ndëgjuar mua për të gënyer. Nuk i takoj atij gatimit të karakterit. Karakteri im është i përbëm dhe i sfidum në 7 vlerat të saj ushtarake dhe nuk kam profesionin për të cilit unë mund të manipuloj me opinionin publik. Këtë e ndërlidh me dezinformacionet si luftë hibride që po ndodhin. Shumica e njerëzve nuk e bëjnë me qëllim, por janë jo profesional dhe thirrja e njerëzve nëpër studio dhe nëpër institucione që të drejtojnë ato kur ata kanë mungesë të profesionalizmit, do të thotë krijon luftë hibride brenda shtetit. Dy shembuj
ne e kemi në Klan Kosova gazetarin Medni Serbe, i cili kishte thënë se polici i vrarë në rastin Banska është dëm kolateral. Tani, ai është gazetar, por nuk është profesionist i fushës së sigurisë, e aq më pak edhe në atët e terrorizmit. Sepse me një kurs të thjesht në institucionet kredibile perëndimore, një njeri mund ta kupton se vrasja e policit të thot duke e marrë si bazë mjetin shpërthyes, ka qenë dëm kolateral se nuk është vrarë me plumë, kjo nuk qëndron, sepse që të dyja janë armë të cilat edhe në qoftë sa ishte vrarë me mjetet e tjera dhe më të lehta, sigurisht është akt terrorist, sepse qëllimi ka qenë politik, ideologjik, thyrja e konceptit të shtetit dhe do të thotë paraqitjet e aktit terrorist të atij grupi terrorist, të cilët kanë pas qëllim të evolojnë në një milishja ose guerrilla karshi Republikës së Kosovës, duke u bërë ftesë vendasve serb në atë pjesë të Republikës së Kosovës dhe si të tillë të arritet gjendja de facto se ajo pjesë e Republikës së Kosovës të thotë është jo më de facto pjesë e shtetit tonë. Fatbarësisht, kjo është eliminuar shumë herët dhe janë prononcuar shumë herët, gjindën të incizuara se kanë thënë të gjithë ta terroristë të cilët janë lejuar të dalin në Serbi, ka qenë mirë, se s'janë vrarë, sepse institucionet dhe fuqitë të tjera pastaj do t'i kërkojnë Serbisë si shtet që t'i dorëzoj këta terroristë dhe do t'i maj për këtë, do të thotë, për këtë akt, dhe ata do të jenë të detyruar t'i dorëzojnë. A do të jetë ky problem i Serbisë? Sigurisht Serbia mund të prodhoj grupe të tilla çdo javë, por edhe nuk mund të jetë problem për Serbinë që do të thotë t'i dorëzoj njerëz të tillë. Serbia ka dorëzuar dhe njerëz shumë më të mëdhenj se ta. Dëmi i Republikës së Kosovës me aktin terrorist i është shkaktuar dhe me gjitha gjasat me mos arritjen që ky akt terrorist të përdoret politikisht nga Republika e Kosovës është dështimi politikës sonë, sepse kjo ishte duft të konkretizohet me arritje të qëllimit politik. Zoti Gaxhelli, ne kemi folur edhe për raportet me Shtetet e Bashkuara në erën e dytë të Trumpit, pra në këtë epokë të dytë, edhe dua ta cekim pak edhe sot në këtë bisedë, pasi dje kemi pas një reagim nga Shtetet e Bashkuara, nga ambasada në Tiranë, po sigurisht me lejen e Washingtonit për zgjedhjet në Shqipëri, një mesazh i thatë, urojmë popullin shqiptar për zgjedhjet, por nuk përmendej as fituesi, por as humbësi, si në zgjedhjet e 2021 ku përmendeshin të dy, mesazh i thjesht, i ftohtë, ndryshe nga, po të marrim një shembull, për zgjedhjet që ndodhen në Rumani, që pati gjitha të përplasje mes prorusit e kandidatit në mos gaboj anti-Trump që fitoi, kishte një urim tjetër, që mezi presin të bashkëpunoj me mëthet thashtë të tjera. Kurse këtu ishte vetëm një fjali me 15 fjalë, diçka ndoshta tregon ato që ne kemi edhe biseduar më parë, një ulje interesi, çfarë duhet presim tani? A kanë fjalën për hapësirën shqiptare? Zotri Balla, amerikanët në Republikën e Kosovës janë të interesuar që ti rrin pas fjalës edhe në të tyre qysh në ditët e para për shirimin e Kosovës, për krijimin e një shteti, të cilët janë kontribues e parë para neve shqiptarëve për të krijuar këtë shtet. Dhe këtë mund ta argumentoj shkencërisht kushdo që do më ndjej me fakte. Dhe nga Shqipëria, po problemi të ne shqiptarët është se ne shpesh herë ikim në vendet aleate dhe flasim njëri për tjetrin.
dhe futemi në rrugë të cilët neve nuk na takojnë. Dhe në atë formë mund të shkaktojnë probleme edhe në vendin të cilët politikanë shkojnë dhe sigurisht ajo pastaj kthehet. Dhe unë besoj që kjo gjë ka ndodhur në Shqipëri edhe në Kosovë jo rrallë herë. Për shkaqe të unit partijak apo të pushtetit, pushtetarët kanë gjetur rrugë të cilët i kanë përdorur jo për interes shtetëror gjithnjë, por edhe për të dëmtuar palën tjetër. Dhe ju në Shqipëri e keni rastin tani me zotrin Berisha dhe zotri Rama, të cilat janë gjana që janë thonë edhe nëpër media. Dhe unë besoj se qëndrimi amerikan është i qartë, i cili nuk do të kyçet në marrëdhëniet internale, dhe ky është një respekt i madh që Amerika i bën shtetit të Shqipërisë dhe njëkohësisht të Kosovës. Edhe pse do të thotë kemi pasur që ne kemi mungesë të formimit të institucioneve që sa ditë ngërç dhe amerikanët nuk kanë, sikur më herët, nuk kanë ardhur për që të ndërhyjnë. Do të është mesazh i qartë që nuk janë ata këtu për të ndërhyrë në marrëdhëniet internale. Dhe neve na ka bë dëm mos ndërhyrja atyre. Jo pse ata kanë dashur të na bëjnë neve dëm, po sigurisht ata dojnë na tregu neve se tani është ideja se amerikanët këtu kanë vetëm interes amerikan dhe fare s'kan interes për shtetin e Republikës së Kosovës apo Shqipërisë, e cila nuk është fakt, nuk është reale. Dhe tani po shohim se sa e nevojshme është ndërhyrja e miqve tanë për të krijuar institucione, do të thotë interes të shtetit, sepse shteti nuk është një emër, nuk është shteti i Republikës së Kosovës Ibrahim Rugova, nuk është Hashim Thaçi, nuk është Albin Kurti, nuk janë emrat të cilat do të thotë e ka emrin Republika e Kosovës dhe duhet njerëzit që të ikim populizmit për të respektuar shtetin para çdo emri apo para çdo asaj që të mitizojmë njerëzit deri në masat të cilat janë qesharake. Mundet të interpretohet dhe si një fillim i një izolimi të Ramës dhe Kurtit kjo sjellje apo jo? Po sigurisht, nëse qëllimi është manipulativ i tipit që një ex politikan shkon në Amerikë në zgjedhje dhe vjen publikisht thotë që sipas ka mundësuar që një parti politike atje të fitojë sepse ai ka kontribuar në atë drejtim, do thotë kjo nuk është një qytetar apo një i rëndom të jeni një lider, kjo ndërhyrje e brendshme dhe në fakt ndëshkimet duhet pasojnë nga shteti në të cilin bëjnë interferim në këtë rast në Amerikë. Ne kemi kryeministin tonë i cili është deklaruar se ai ka kontribuar dhe ka votoni partinë e majt të Joe Biden dhe ai ka ndikuar në fitimin e Joe Biden, e cila është qesharake, një lider nuk duhet të prononcohet në mënyra të tilla ose është interferim i brendshëm. Dhe nuk është izolim. Ky izolim po është izolim në kuptimin e mirë, jo në kuptimin e keq. Për të dalë nga katundi jon këtu, ju në kulmin në momentin që Donald Trump fliste për përfundimin e luftës në Ukrainë me një telefonat më pas 24 ore apo më 100 ditë, ju ishit kundër rrjedhës edhe në biseda që ne kemi bërë, keni deklaruar që ajo luftë nuk mbytet pa 10 vjet. Ndërkohë që edhe atëherë kur unë mendoj që mund të ishte më afër se kurrë, ndërkohë që në këto momente duket se është kthyer e gjitha përmbys. Rusia sipas Zelenskit ka afruar 50.000 trupa, ka pushtuar disa fshatrat. Trumpi e përfundoi atë muin, nëse mund ta themi të mjaftit me Trumpin, me Putinin, duke deklaruar që po luan me zjarrin. Kemi një reagim nga Moska që flet që situata më rënd që mund shpërthet dhe zjarri mund të jetë lufta shpërtimi pra
armët bërthamore, për të cilat prap vinë pikërisht këtu, që ju I keni thënë që mund të jetë fillimi I një konflikti që mund të çojë në luftën e tretë botërore. Pra, edhe kjo është një nga ato që fjala juaj, analiza juaj që ju keni bërë atëherë është më reale se kur tani, aktuale dhe ka dalë. Pa sigurisht, zotëri Balla, unë jam profesionist I fushës dhe nuk më lejohet që mos t'ja qëlloj nën 70%. Do të në intervistën tonë nëse nuk jam minimum 70%, nëse se kom qëllu, do të thotë kom dështu profesionalisht. Dhe unë e marr përgjegjësi, ka mundësi gjatë fjalëve, intervistës, edhe të belbëzoj, sepse më nevojitet të mendoj të gjej fjalët që duhet të them, sepse unë jam njeri që duhet më kap për fjalë dhe kam gjithmonë kënaqësinë kur tjetri thot këtë e ke thënë, kjo nuk ka dalë, sepse ne gjethimi gabum, por jo të shkojmë në përmasa dramatike, të them vetit profesionist, doktor shkence, dhe të caktosh data të luftës tretë botërore dhe t'ja hoqësh konstant. Dhe të njëjtët të thirrën në për studio prap. Do të thotë kjo është një absurd që I ndodh në opinionit publik, sepse këta nuk po marrin në përgjegjësi profesionale. Sigurisht tani duke ju përgjigjur pyetjes suaj, mund kujtohet që edhe ka qenë përveç në fillim ideja se ushtria dobëtruese dhe kapitulloi. Qysh në fillim. Dhe unë kisha mendimin që jo, kjo është matja që rusët po e bojnë, sepse ata janë të interesuar në këtë luftë ta çojnë në vitet e tëra. Edhe trendi na tregon ashtu. Nëse nëse do të donin e kishin mbyllur me Kievin për 24 orë. M'fal zotri? Nëse do të donin e kishin pushtuar Kievin brenda pak ditëve. Po unë kam thënë që e kishin pushtuar, po tani problemi është edhe më I madh është për ta mbajtur në kontroll. Ajo është kosto më e lartë. Prandaj nuk janë shkuar në atë drejtim. Edhe tani përveç kësaj kemi thënë erdhe dhe propozimi I famshëm evropian që të sigurohet atë kordonet dhe gjithë ishin me idenë biles edhe kujtohet në rastin e fundit në Klan Kosova me debatues, ata thanë është ministri rus I tha presidentit Trump, Mr. President, ajo është e kryer. Tani çfarë ndodhi? Unë thash jo, nuk është e kryer, gjërat nuk janë as afër për të kryer. Çfarë ndodhi tash as një muaj më vonë, as 2 javë më vonë, gjërat po përshkallëzohen. Dhe arritja e një marrëveshje atje është më së vështirë. Këto dy forca po dalin, siç kemi thënë së bashku zotri Balla këtu, se këto dy forca janë në tërheqje të fuqishme Evropa dhe Rusia për të pas konflikt në mesvete. Sepse mungon vullneti I mirë për arritje politike. Dhe mos arritja një marrëveshje politike përshkallëzon do të thotë gjërat në terren ku gjithmonë pse bëhet lufta bëhet për arritjen e qëllimit politik. Asgjë tjetër, vetëm për një qëllim të arritjes politike të një shteti apo shtetit tjetër. Dhe këtu kemi ne forcat të cilat në regjion, siç është Bashkësia e Evropës, fuqi në ngritje, tani edhe në aspektin e realizmit, fuqi ushtarake e dukshme në ngritje, dhe Rusia anej e cila është gjithnjë ka kapacitet ushtarake, dhe tani nuk dihet neorealizmi përshkruan zotri Balla se unë po ngriti kapacitetet ushtarake për të mbrojtur nga Rusia, por percepcioni andej është se çka percepton Evropa që është kapacitet mbrojtës, për Rusinë është kapacitet sulmues dhe anasjellës. Dhe neorealizmi është tash në pyetje, është faktikisht bota e realizmit, e cila
dihet, sepse gjithmonë duke argumentuar të shkencërisht, jemi në kohën e fuqive atomike nukleare dhe kur një shtet godet një shtet tjetër me fuqi atomike, ajo nuk është e kufizuar. Nuk është e kufizuar brenda atij shteti, sepse damet ndodhin përtej kufinit shtetit. Edhe pse Rusia në rast që don me godit Ukrainën me ndonjë atom, nuk mund të jetë izoluar ajo, pse nuk mund të jetë izoluar brenda, sepse efekti mund të mrridhe të shtetet e tjera. Si Çernobili. Për këtë arsye, neorealizmi mendoj është në pikpyetje dhe jemi në realizmin klasik. Nuk është problem Tajvani, është problemi po pikërisht tek Kina do dilja, kështu që ju po e vazhdoni aty do dilja, tek edhe ajo që kemi vizituar tek Kina. Po, kemi thënë, Tajvani u shpërfaqën për media, po nuk ka qenë asnjëherë problem Tajvani. Problemi kryesor është ngritja e fuqisë Kinës, fuqi në superfuqi dhe intervenimi i saj në sistemin internacional ndërkombëtar, paraqitja influenca e saj. Dhe kjo është kërcënimi serioz i ndaj Amerikës. Dhe se kemi thënë zotëri Balla se Tajvani nuk është problem, se Amerika edhe Arabia Saudite kushtimisht çdo muaj mund ta krijojnë nga një Tajvan. Tani kjo ishte kushtimisht nga një muaj, por se masi që kemi thënë është bërë një marrëveshje Arabi Saudite me Amerikën, e cila ka arrit 120 trilion zotëri Balla. Dhe zhvillimet ekonomike në lindjen e mesme do t'i shohim si do të ndodhin. Mbase jo çdo muaj nga një Tajvan, por mund të jenë evidente. Ajo, për ta mbyllur, ajo që duket falendëruar një për gjithë analizën që ne kemi bërë gjatë gjitha bisedave, të cilat edhe kanë rezultuar ashtu sikur ju keni deklaruar për çështjen që ne folëm. Ajo që unë pres personalisht tani është vërtetimi i tjetër teze tuajën, analize që ngritën në bisedën e fundit, është konflikti në Ballkan në të ardhmen që ju shikoni mes Turqisë edhe Francës. Po, unë e quaj konflikt, e sigurisht nuk mund të ketë konflikt armatosur, jo me siguri të plot, por një konflikt diplomatik. Po, tekstualisht çu e keni thënë po. Kështu e kam thonë, do të jetë konflikt diplomatik. Dhe me gjitha gjasat e zotëri Balla, tani figura e zotërit Macron si president është në rami. Për shkak skandaleve të cilat po i ndodhin zotërit Macron. Dhe Macroni 7% është në Francë, në mos gaboj, nga sondazhi i fundit. 6 apo 7% ishte para shuplakës. Tani unë nuk e kam pa, por jo vetëm Francë, gjithandej figura e tij krahasimisht në kohën e Trump do të thotë ka ra dukshëm. Pikpyetja është se tani qëndron se kush do të vijë në Francë pas tij. Ajo ka rëndësinë më të madhe për fatin e luftës, konfliktit apo si të duash mes Turqisë dhe nëse do të vinte Bardella, pra nga krahu nga ekstremi, çfarë do ndikonte? Se linjën e butë arrita ta kuptoj, por nëse do të vinte ekstremi i djathtë. Unë mendoj, tani nuk që t'jemi i qartë, nuk i kom bërë analizë figurës të cilët po flisë dhe nuk marr përgjegjësi. Se çka deklaron tani. Por shkurtimisht do të kisha thënë, sepse ndjen se po ju ndërpres, se deri atëherë ne mund të kemi dy personazhe, nga njëra anë mund të kemi Bardellan si shembull, nga krahu tjetër mund të kemi Hakan Fidanin, pasi Erdogan tha që nuk do kandidoj më. Kështu që situata është shumë hipotetike me disa. Nga ana e Francës, nëse fiton e djatha, mendoj unë, nëse fiton e djatha, gjasat për të vërë raporte me
të mira me Turqinë janë shumë më të mëdha se nëse fiton e majta. Të thotë ajo respektimi gentleman, sepse çka është marrëdhënia ndërkombëtare, zotëri Balla, ka bazën e sjelljes gentlemane, asnjë gjë tjetër. Do të thotë fjalët që thuhen mirën edhe mbi atë bazë veprojnë shtetet. Do të thotë është sistem anarkik. Dhe ku jemi të sistemi anarkik, nuk ka gjë më të keqe për një shtet se të ketë mbrana sistem anarkik, internal, sepse do të thotë hierarkia më e lartë në sistemin ndërkombëtar, në këtë botë, hierarkia më e lartë është shteti. Mi shtet është sistem anarkik, kush sa mund të bëj. Po brenda shtetit në pas sistem anarkik është problem. Dhe nëse më lejo do kisha thënë një gjë, se me të vërtet i kam parë në domethja të tjera termi terror, me të vërtet nifet në kohën e revolucionit francez, Reign of Terror thuhet, për herë të parë, por si akt ka ndodhur shumë më herët. Si akt ka ndodhur qysh në ditët të para të njerëzimit, akti terrorist. Po si term e kemi për revolucionit francez. Kush është revolucioni francez? Anarkist, socialist. Edhe çfarë ndodh në Kosovë është ajo mendësi. Është ajo mendësi, një socialist, një anarkist i cili është i apasionuar mbi historinë të cilën e ka lexuar dhe jashtë realitetit të kohës. Dhe ne këtu nuk kemi qeveri legjitime tani. Dhe çka kemi thënë zotëri Balla për ditën më shumë, sa më shumë që zgjat, njerëzit, qytetarët nuk do të thotë rrezikshmëria për besueshmëri ndaj institucioneve do rritet. Nuk do njerëzit do besojnë më pak e më pak. Dhe kështu krijohet, do të thotë vuloset mendësia e sistemit anarkik brenda kur njerëzit shembull të shoqërisë nuk e respektojnë ligjin, veprojnë kundër ligjit, veprojnë kundër kushtetutës, janë indikacione serioze për shtetin e Kosovës. Zotëri Balla, unë shoh shtetin me një sensitivitet shumë të lartë, shoh si krijesë dhe në atë pikpamje edhe mundohem të flas me empati dhe ndjeshmëri ndaj saj. Duke uruar që kjo analizë dhe kjo thirrje të bjerë në veshin e institucioneve dhe politikës, Kosovë ande, por edhe këtej kufirit, edhe ne kemi nevojë më shumë se kurrë. Unë të falenderoj shumë për bisedën edhe shpresoj që në vazhdim kemi sërish mundësinë që të komunikojmë sërish. Faleminderit zotëri Balla, gjithmonë kënaqësi të flas me profesionist dhe edhe një herë shfrytëzoj rastin të them të njëjtën, se ju kujtohet zotëri Balla për arritjen e marrëveshjeve në aspektin e sigurisë mes dy vendeve edhe me Kroacinë trepalqja. Po ne kemi thënë shumë herët dhe kemi përsërit këtë ide dhe ajo ndodhi. Ne kemi thënë as ka qenë temë ndonjëherë ajo dhe u arrit apo. Tash është e dyta herë që po them zotëri Balla, kërkoj nëpërmes ju të institucionet të Shqipërisë të kenë konsiderat për ignorancën e përkohshme në Republikën e Kosovës. I bëj kërkesë profesionistëve në aspektin e sigurisë dhe të gjejmë forma të bashkëpunimit me këto institucionet që i kemi ne. Forma që intensifikojnë bashkëpunimin. Sepse marrëveshja u arrit, konkretizimi duhet marrë hapa dhe kërkoj nga Shqipëria që të inicioj. Pra mos mbetet me letër. Jo. Ja nuk ka rrugë tjetër zotëri Balla, do të mu formalizu. Dhe do të formalizohet deshtem në apo s'deshtem. Sikur që siç kemi thënë se një marrëveshje e tillë deshtem apo s'deshtem do të bëhet, ajo ndodhi zotëri Balla. Një ushtarak po më thoshte dje që fakti që ne ecim kaq ngadalë me hapjen e breshkës është si pasojë ndikimit të fqinjve nga jugu në veri që e ndalojnë edhe janë kundër përparimit të dy vendeve tona për të ecur para në zhvillimin ushtarak dhe jo vetëm. Pa zotëri Balla, kush është Diona Mihajli? Pse?
Qa është ajo në Kosovë? Pse do të jetë personalitet ajo? E kapacitetit lider. Çka është ajo më shku në Greqi një lider i Republikës së Kosovës me najt në muaj të tërë. Mos me arrit asnjë qëllim politik Kosovës, po as mos më koordinu me interesin e Shqipërisë. A kupton? Edhe ai zotnia çka ka thonë, ne kuptoj çka ka thonë. Edhe në faktet që drejtojnë taj mendim. Shpresoj që nuk ju zgjata sa duhet. Është gjithmonë kënaqësi, unë të falenderoj shumë. Falenderues jam gjithashtu ndaj jush dhe gjithë shqiptarët të cilët e qesin qëllim interesin e shtetit. Pa shtet, ne mund të jemi si ata popujt të cilët shembulli i Kurdistanëve dhe shumë shembuj tjerë. A janë të uroj më të mirat.